the juice, came the truth. My screams is the proof, them other dudes get the juice. But I feed in the coop, leaving this interview. It ain't nothing new, I've been f***ing with you. Ain't if it ain't taking you, just tell them to make a you, huh? That's how it be, I come from like this. Ne kemi vendosur që të mos fshihemi më as në shkollë, as në punë, të mos fshihemi më as në jetën ku ne jetojmë. Parada është një gëzim i jetës edhe është një gëzim për dashurinë. Me këtë apel duke sfiduar mentalitetin e shoqërisë, anëtarë të komunitetit LGBTI, aktivistë dhe mbështetës të kauzës kanë pedaluar për të drejtat e komunitetit LGBTI në Shqipëri. Pas shumë pikpyetjesh e shqetësimesh nëse protesta e opozitës do ta pengonte pedalimin, kjo gjë nuk ndodhi. Në arkun kohor të më pak se një ore, parada u zhvillua në mbikëqyrjen e forcave të policisë pas një incident dhe në qetësi, duke marrë vëmendjen e qytetarëve. Këtë vit itinerari ndryshoi nga i zakonshmi duke u shkurtuar për shkak të çadrës së opozitës të ngritur në mes të bulevardit, duke valvitur flamurin me ngjyrat e ylberit me pankarta në duar e me slogane kundër homofobisë dhe protolerancës së preferencave të ndryshme seksuale. Tjetra persona pedaluan duke brouritur për të gjithë ata që treguan kur ajon të merrin pjesë dhe për të dhënë shpresë të gjithë atyre që nuk mundin të shfaqen hapur preferenca seksuale. Për aktivistët e komunitetit LGBTI, kjo paradë po tregon se gjërat po ndryshojnë. Fakti që në 2012 ne ishim vetëm 9 veta dhe sot shihni që janë shumë më tepër, mendoj që jep mesazhin që gjërat po ndryshojnë. Aktivistët një zëri i bën thirrje qeverisë të çojë përpara të drejtën e komunitetit për një familje të njohur ligjërisht dhe u kërkua miratimi i ligjit që njeh bashkëtesën e të njëjtës gjini. Për ne mesazhi si vjetshëm politik është koha e premtimeve s'ka doj. Tashmë ka ardhur momenti që politika shqiptare të gjitha ato premtime që ka dhënë për komunitetin LGBT të filloj t'i zbatoj dhe t'i respektoj. Konkretisht është plani i masave kundër diskriminimit ndaj komunitetit LGBT dhe janë 2 draft ligje që akoma nuk po aprovohen në parlament, është ligji i njohjes së bashkëtesave të njëjtës gjini dhe ligji për njohjen e personave transgjinor. Nuk na intereson definicioni, na intereson e drejta. E drejta për jetë familjare është një drejtë që sankcionohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në të gjitha vendimet e gjykatës së Strasburgut. Të drejtë për familje kanë të gjithë njerëzit, pavarësisht orientimit seksual apo identitetit gjinor. Në fund të protestës së shkurtër, aktivistët dhe mbështetësit e LGBTI-s kanë valvitur së bashku flamurin e tyre. Në paradën e LGBTI mungonin përfaqësues të huaj, veçanërisht të ambasadës holandeze, që mbështet kauzën e tyre. Nuk dihet nëse mungesa ka lidhje me thirrjen që ambasadat e huaja ju drejtuan qytetarëve të tyre për të shmangur lëvizje në zonën ku do të zhvillojë protesta e Partisë Demokratike. Nga kjo e shtunë nis java me aktivitetet të komunitetit LGBTI, ku do të mbyllen në 17 maj me një konferencë të veçantë ku polici gay dhe transgjinor anglez do të vinë në Shqipëri për të trajnuar policët shqiptar.